rezultatave të dala nga lufta UÇK-s, fjalën i kaloi zotriut Gëzim Saraçi. Të dashur bashkëluftëtar të ushtrisë qeveritare të Kosovës, i nderuar kryetari i komunës zoti Periç Drizi, familjar të dëshmorëve dhe familjar të martirëve, zonja dhe zotrinj. Më lejoni që në fillim të shpreh nderimin tim për kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës të UÇK-s Dega në ushtrisë zotin Muhamet Aliu, që më mundësoi që të jem ai që sot në një ngjarje kaq madhështore ti përfaqësoj organizatat e dala nga lufta e ushtrisë qeveritare të Kosovës, përkatësisht kategorinë e luftëtarëve të lirisë. Sot qyteti ynë shënon ditën më të rëndësishme festive, atë të çlirimit, e cila në kalendarin e historisë tonë u shkrua me sakrificën dhe me qëndresën me gjakun e bijave dhe bijve më të mirë të kësaj toke. Andaj të nderuar të pranishëm, me shkas dua që fjalimin e sotëm t'ua dedikoj luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, atyre që në ditët më të vështira i donën Zot atë dheut. Jo pse e deshtën luftën, ata e bën luftën jo pse e deshtën atë, por sepse nuk e pranuan robërinë. Ata nuk luftuan për lavdinë e tyre, por për lavdinë e atë dheut të tyre. Sot, 26 vjet pas çlirimit, nuk vi këtu të flas si një orator që flet bukur e që kërkon duar trokitje, por si një dëshmitar i realitetit në të cilën luftëtari i ushtrisë qeveritare të Kosovës, në vend se të trajtohet si nder i shoqërisë, trajtohet si barë për shtetin dhe për shoqërinë. Në vend se të shihet kujtim i një epoke të lavdishme, pretendohet të jetë shkas i të gjitha të këqijave që ndodhin në vendin tonë. Të mos harrojmë, kur dashuria për atë dheu matej me çmimin e jetës, luftëtarët e UÇK-s ja shprehen atë dashuria të dheut të tyre. Ndërkaq tani në liri, duket sikur një dashuri e shprenuar dhe e verbër ua ka pushtuar zemrat edhe atyre që s'kishin as zemër për të ndjerë dashurinë e as guxim për ta shprehur atë kur atë dheu kishte nevojë për dashurinë e secilit prej nesh. Shumë luftëtarë të lirisë me familjet e tyre jetojnë në kushte të rënda ekonomike, por më shumë se çdo vuajtje e sakrificë, dhëmb, harresa e vlerës së tyre morale nga ana e shoqërisë, por edhe nga ana e institucioneve. Sepse kur shoqëria dhe institucionet harrojnë sakrificën e luftëtarëve të UÇK-s, duke përqeshur luftëtarin e lirisë, duke mos e përkrahur, madje edhe duke e persekutuar në forma të ndryshme, si duhet të ndihet në këtë shoqëri dhe në këtë shtet një luftëtar i cili mbase edhe ai jeton me dhimbjet dhe vuajtjet shpirtërore të luftës, duke pasur shumë prej tyre që sot jetojnë edhe me vuajtje fizike, madje edhe me mungesën e gjymtyrëve të trupit. Të dashur qytetarë, kur harrohen luftëtarët, i ngritën themelet padrejtësisë dhe i pritën rënjet e lirisë, e pa rënë liria dhe shteti nuk mund të qëndrojnë në këmbë. Kur bëhet fjalë për luftëtarët e lirisë, ligjet e këtij vendi nuk e shohin si kategori të ruajtjes së dinjitetit kombëtar, por si numra të tepërt në listat e skemave sociale dhe padyshim Serbia dhe argatët e Serbisë këtë e dëshirojnë. Pothuajse në çdo situatë luftëtari i lirisë paragjykohet, përçmohet, madje edhe për buzët e linçohet. Mjafton një individ nga ne të bëjë një gabim dhe menjëherë drejtohet gishti. Këta janë veteranët. Dhe menjëherë janë venditi gjyqi publik, që nuk e godet vetëm individin, por e godet tërë kategorinë e luftëtarëve të lirisë. Dhe padyshim, Serbia dhe argatët e Serbisë këtë e dëshirojnë. Në lidhje me të vërtetën dhe lavdinë e luftës heroike të ushtrisë qeveritare të Kosovës, ne kemi heshtur, ndërsa ata që s'kanë bërë gjë për këtë vend, kanë ngritur zërin duke ndërtuar narracione të përqëndruara mbi luftën tonë dhe padyshim gjithë pasojat kanë rënë mbi ne. Dhe për më keq, ajo që dëgjojmë gjithnjë e më shumë nuk është zëri i së vërtetës,
por zëri i padrejtësisë nuk është vetëm veprimi politik, por është një smundje e shpirtit një kategorie të shoqërisë. Ky realitet që po jetojmë nuk është ai për të cilin luftuam bijtë dhe bijat më të mira të këtij vendi. Dhe kur realiteti bie ndesh me sakrificën, atëherë duhet të pyesim vetën, ku kemi gabuar? A është realiteti i arsyeshëm kur bashkëpunëtarët tonë, themeltarët e lirisë të këtij vendi, ata që e ndërtuan themelet e shtetit të Republikës së Kosovës, sot mbahen në burgje me akuzat të çoroditura, ndërsa bashkëpunëtorët e Serbisë që edhe sot vazhdojnë bashkëpunimin me Serbinë, jetojnë të lirë në Republikën e Kosovës, madje jo rrallëherë edhe zënë pozita të rëndësishme shtetërore. Dhe vazhdimisht shohin secilin luftëtar, por duke i vënë në kurth kundërshtarët naiv të figurave të UÇK-s me deklaratat se UÇK-ja është e mirë, por luftëtarët e UÇK-s, krenet e UÇK-s janë e keqe e kësaj shoqërie. Mbase për dikën edhe është në rregull kjo. Dhe padyshim Serbia dhe argatët e Serbisë këtë dëshirojnë. Të nderuar të pranishëm, luftëtarët e lirisë, ushtarët, invalidët dhe dëshmorët nuk janë delja e zezë e kësaj shoqërie, por janë themeli mbi të cilin është ngritur liria jonë, mbi të cilin është ndërtuar shteti ynë. Liria jonë nuk është dhuratë, por është borxh që duhet ta kthejmë. Dhe këtë borxh nuk e kthejmë dot me përvjetor ceremonial, me fjalime madhështore e me këngë kreshnike, por me drejtësi, me mbështetje dhe me respekt të dinjitetit të luftëtarit të UÇK-s. Lufta shpërfaq nderin, burërinë, tribërinë dhe shpirtin atëtar, ndërkaq liria shpërfaq detyrimin moral të shoqërisë dhe institucioneve për ta nderuar luftëtarët e lirisë. Përndryshe, po të mos ishin luftëtarët e lirisë dhe po qëse do të arrinin lirinë, padyshim do të ishim para një dileme të madhe, nëse vërtet ky popull e meriton lirinë. Luftëtarët e lirisë nuk e ndjekin rrugën e dhunës për hakmarrjen ndaj askujt, sepse luftëtari i lirisë e njeh më mirë se çdo kush peshën e vuajtjes dhe të sakrificës për lirinë që sot e gëzojnë. Andaj, luftëtari i lirisë ka zgjedhur dinjitetin para egërsisë. Dhe ata që synojnë të shkelin mbi dinjitetin e luftëtarit të UÇK-s janë humbës. Ata që shërbyen Serbisë janë humbës. Serbia është humbëse që jeton me krenarinë e turpit të saj, ndërkaq ne jetojmë dhe do të jetojmë përgjithmonë me nderin e çlirimit të atdheut. Gëzuar dita e çlirimit, lavd ditësh morëve të kombit, nderim të përjetshëm luftëtarëve të lirisë, rrogë shtria zyrtare të